mbrëma të gjithëve. Atëherë jemi kështu në të dytën ekspozitë vjetore të Muzeut Marubit. Një ekspozitë e cila i dedikohet një bashkëpunimit ndërmjet Muzeut Marubit edhe Institutit të Antropologjisë në Akademinë e Shkencave. Është një ekspozitë e cila vjen mas një viti të sa punë bashkëpunuese, pjesë e një marrëveshje ndërmjet ministrive tona respektive me vëmendje digitalizimit e koleksionit të Kolindromenus që ndodhet në Institutin e Antropologjisë. Aktualisht ne vijojmë në gjitha këto procese digitalizuese e konservuese. Na ishte edhe ullës që mas kaq kohës, mas kaq vitesh, i dedikonin një ekspozitë e bashkë datën e ditës botërore të fotografisë, pionierëve, pra të parë, ose e thamë në rrëshe, binomit Pietro Marubi e Arsen Hidromeno. Dy emigrantë, një italian, e tjetër i ardhur më parë nga Greqisë, vinë të nëse në Shkodër, fillimisht i dhanë një kontribut pranë Kolegjit Saverian në ndërtimin, në rinërtimin e tij, e pastaj ky kontribut vjen në një tekzim në fotografi, pikturë edhe arkitekturë. Pra vëllezërit Kodheli në kontributin e tyre në Trieste, me eksperiencën që ato marrën në Itali, deri në perfeksionimin e fotografisë, nga atë që ne e quajmë Dritshkroja Marubi dhe sot një institucion. E pastaj me kontributin jashtëzakonshëm të një figure të poliedrike, siç është Hidromeno, me një kontribut jashtëzakonshëm pikturë arkitekturë, por sot nga për herën e parë do kena mundësi për me pa një Kolindromeno me një numër shumë madh fotografi është publikuar për herën e parë, kjo falë bashkëpunimit me Institutin e Antropologjisë. Unë nuk do zgjatëm, do të them që kjo është ekspozitë aty dhe për ne fillon ka është një punë tjetër intensive për përgatitjen e ekspozitës vallës, e cila do jetë në muajin janor. Patjetër, kjo është një ekspozitë shumë signifikuese për ne, e cila do shënjohet edhe me një kalendar e ngjarjes që do në muze, me biseda, me punëtori dhe kështu do përgatiten edhe për ditën europiane të trashëgimisë, ku programi do të jetë intensiv çdo ditë me ekspert, me prezantime edhe publikime shumë të ndryshme të lidhura pikërisht me këtë koleksion. Edhe një herë faleminderit. Një falënderim të veçantë unë do t'ja dedikoj pikërisht bashkëpunësit ose bashkëkoordinatorit të kësaj ekspozite, profesor Olsi Vela, i cili është njëkohësisht edhe drejtori i institutit, cilin e ftoj me thanë edhe një fjalë. Olsi, fjalë për ti. Mbrëma gjithë, faleminderit Luço për këtë punë të jashtëzakonshme, që tregon se si partneriteti i publikeve jep të mundshme kryitet këtij kalibri. Më duhet shënoj që ky koleksioni i Hidromenos, është luajtur fal një zotnie, një etnografi, Dorothea Rokzozit, shkëndranit, të ndershëm dhe një personit të jashtëzakonshëm, i cili është themeluesi i etnografisë shqiptare. Ai e merr nga fototeka Marubi në një kohë të vështirë për shoqërinë shqiptare në tërësinë e vet, dhe sjell dhe bën pjesë të koleksionit të Institutit të Antropologjisë sot, po më herë aso kohë ishte seksioni i etnografisë, dhe prej aso kohe këto lastra janë ruajtur me kujdes nga arkivistët e institutit. Sigurisht që partneriteti na dha mundësi që këto lastra të digitalizohen dhe të kemi mundësi që ne t'i shohim dhe triku t'i shikojë thesaret e këtij akti sublim që është akti shkretjes. Dhe siç Luciano paraqiti, kjo është vetëm një moment i takimit tonë, sepse ideja është që partneriteti jonë të vazhdojë me digitalizimin e koleksioneve tjera që instituti ka dhe eventualisht në kohë ato do jenë të ndershme dhe të hapura për publikun. Duhet falenderoj stafin e Muzeut Marubi për punën e jashtëzakonshme që ka bërë për këtë koleksion, ashtu si duhet falenderoj dhe stafin e Institutit të Antropologjisë për ndihmën e dhënë në nxjerrjen e reperteve specifike. Kështu që ju falenderoj gjithëve, ju falenderoj.
në përfundim të fjalë se i falënderim i veçantë është për të gjithë ju që pavarësisht se sot është një ditë jo e zakonshme, një ditë e hënë, është hera e parë që ne japim një ekspozitë në ditë hënë, por jeni të jashtëzakonshëm që nuk mungoni asnjëherë në muzeun tonë. Në përfundim, një falënderim për gjithë stafin, por veçanërisht për 2-3 përhyrjet që ditë e fundit edhe të shtunave të djelave kanë në orë të gjata në një instalim pak të vështirë ndryshe për një ekspozitave tjera, me leket, me kolën, me tean, me gjergjit, të cilë kanë këtu në mënyrë në Albani, në mënyrë intensive të shtunave të djelave. Faleminderit edhe një herë dhe shifena në të tjera momentet të muzeut. Faleminderit.